sikur të djathët i keme. Supozoj që ti keme do të japim votën, në mos të ty, të një koleg tjetër ose të partia X i njishit. Po ka një frikë të socialistët e pak naqur me Ramën, që thonë, ora, mirë do iki ky, do vinë këta tjera në do na heqin nga puna. A ke në një mesazh për të dërguar socialistëve që na ndjeken? Po dëgjoj, e kam dëgjuar këto që përhapin si fjalë për t'i intimiduar, për t'i shantazhuar, për t'i friksuar punonjësit e administratës. Absolutisht, asnjë punonjës administrate, punonjës i ndershëm nuk do merret njëri të shavit heqi punonjës administratës nga puna se s'mund të merret. Ato vazhdojnë punën e tyre, por po të ketë drejtues administrate, po të ketë drejtora që nuk kanë zbatuar dishmërinë apo kanë abuzuar, sigurisht ata pastaj do shifen. Nuk do vim neve të marrim pushtetin për të hequr një palë për të vënë një asnjëri s'do e prekë administratën publike, kudo që të jetë. Në shëndetësi, në arsi, në ekonomi, në gjitha këto institucionet e tjera që ka administrat, absolutisht nuk do hiqet asnjëri nga asnjëri.